Se kishte pas mundësi dhe njerë me po tabelin. Po, edhe këtu mbrapa takime dhe tabelin këtu ta shohim. Atje sa problem. Po, tash për pak na rregullojnë edhe shohim. Ballkani rikthehet në pozicionin e lidhjes pas fitores ndaj Dritës. E dëgjova ish trenerin tim që fal vlerësimit tina unë kam rri me lujt për Prishtinën, pastaj me marrë shumë tituj, kështu që privilegj me qenë me një panel me trenerin tim. Respektin e dit, apo? Patjetër. Trenerin që shumë herë kampion i Kosovës, unë kam qenë lejtari trenerit, prandaj kënaqësi të jem këtu. Sa i përket elaborimit, mendoj që shumë gjona i tha treneri, si asnjëherë ma parë mendoj që këtë vit gara është shumë e luftuar. Edhe këto rezultatet e javës fundit tregojnë që dallimet mes ekipeve janë minimale. Të marrë parasysh që Drenica ka marrë pikë ndaj Gjilanit, Ferizaj Mur ndaj Dugaxhinit, Prishtina Re ndaj Prishtinës. Kjo tregon që dallimet janë shumë minimale edhe bën kampionatin shumë interesant. Mirë po, duke po këtë tabel, mbas përgatitjeve që i kanë bërë ekipet që nga fillimi, mendoj që tani tabela ka marrë formën e dur. Domthonë lart janë 5 ekipet cilat kanë investuar më shumë edhe në kuadrat lejtarëve, edhe në organizim të klubeve, pastaj 5 ekipet poshtë mendoj që edhe aty e kanë vendin e vet, siç kemi ceku disa herë, zakonisht më të vështirë mbjetesën e kanë ekipet që inkuadrohen vitin e parë në Super League. Po. Edhe tani ka marrë kjo formë Prishtina Re edhe Drenica, mirë po megjithatë duhet komplimentuar për arsye se asnjëherë nuk janë dorëzuar, gara mbetet shumë e hapur, qoftë për daljen në Evropë, qoftë për titull, po qoftë edhe për mbjetesë. Uroj që ky ngarim të vazhdoj deri në xhirot e fundit. Prandaj mendoj jo vetëm si ngarim në ligë, po edhe si cilësi mendoj që ka një ngritje në dallim prej viteve të mëhershëm. Sidomos këto ka dëshmuar dhe sot loja Ballkani me Dritën ishte një lojë